Në kohët e lashta, në tokat e ngrohura nga një diel I butë, ndodhe një mbretëri ku zogt këndonin nga agjimi në muzikë dhe kopshtet e lulëzuara I jepnin ajrit ëmbëlsinë e mjaltit. Ky vend udhëhiqej nga një mbret I ri, I urtë dhe I drejtë, fjala e të cilit ishte e palkundur, ndërsa zemra e hapur për të gjithë. Populli e donte atë, sepse në sundimin e tij edhe bujku më I varfër e dinte se do të dëgjohej. Për krah mbretit ishte mbretëresha, e butë dhe e mirë, shikimi I së cilës ngrohte si rrezja e parë e një mëngjesi pranvere. Mbretërimi I tyre ishte por si një pranvere qetë dhe e kthjellët, ku çdo ditë çelte me një lule të re mirëqenieje. Dhe ja, një ditë, nëpër pallat u përhap një lajm I gëzuar. Mbretëresha priste fëmijën e parë. Lumturia dukej se prekte vetë qejt dhe I gjithë obori përgatitej me drithrim për ngjarjen e ndritur, duke besuar se përpara kishte vetëm dritë dhe paqe. Por zilia nuk e duron dot dritën e tjetrit. Përtej maleve të largëta, në tokat ku edhe bari rritej me përtesë, sundonte mbreti Burbus, I xëmt dhe mixor, zemra e të cilit ishte nxish prej kohësh nga liksia. Ai nuk njihte as dashurinë në shtetasve, as ngrohtësinë e shtëpisë së tij, dhe lumturia e tjetrit e digte por si një hekur I skuqur. Kur mori vesh për lulëzimin e mbretërisë fqinje, Burbusi shtrëngoi grushtet dhe urdhëroi të farktoheshin shpata fshehurazi. Ditë e natë, farktaritë e tij nxirrnin tynë të zi. Ditë e natë, mashonin kolona të pafund me luftarësh të veshur në qelik. Dhe ja, një ditë në horizont, në vend të agjimit të mëngjesit, u ngrit një flakrim I kuqëremt. Pa shpallur luftë, pa asnjë fjalë, ushtria e Burbusit vërshoi mbi tokat paqësore, por si një karkaleq I hekurt. Vringëllima dhe gjëmimi gëlltitën këngët e zogshve, dhe errësira ra mbi kopshtet e lulëzuara, duke I kthyer ato në pluhur dhe hi. Beteja ishte e shkurtër dhe e pamshirshme. Ushtria paqësore, që nuk niste gjakderdhje, ra në vrudin e hordhive të hekurta, por si ka lind në mbreshër. Në muzg, palati që ende në mëngjes shkëlqente nga bardhësia, u nxirr nga bloza dhe flamujt e huaj. Burbusi hyri në salën e fronit me hapin e rënd të një pushtuesi dhe u ul në fronin e huaj, sikur ta kishte konsideruar gjithmonë të tijin. Mbretin dhe mbretëreshën, të lidhur me zigjir, I hodhën në këmbët e tij. Obortarët mbajtën frymën duke pritur ekzekutimin, por tirani vetëm buzëqeshi shtrembër. Për Burbusin vdekja e shpejtë e armiqve ishte një shpërblim tepër I mërzitshëm. Ai dëshironte të pinte dëshpërimin e tyre deri në fund, duke parë se si kurorat zëvendësoheshin me pranga. Le të jetojnë, vendosi ai. Le të shohin me sytë e tyre se si gjithçka që ata donin kthehet në plurë. Dhe kjo ishte më e tmerrshme se çdo tehë shpate. Ata I hodhën në kullën më të thellë të kështjelës së Burbusit. Dera e rënd u mbyll me zhurmë, dhe vringëllima e lozit të hekurt I preu ata nga boda e gjallëve. Errësira plakosi menjëherë e dendur dhe ngjitse, por si rrëshira. Gurët e ashpër të mureve rridhnin lagështit të akullt, dhe pikat, duke u shkëputur nga qemeret, trokisnin në dysheme në mënyrë të rregullt dhe të mbytur, sikur numëronin orët e bulkosjes së tyre. Ajri ishte I rënd, I zhytur në erën e lagështisë dhe kalpsirës. Lart në tavan nxinte një dritare e vogël,
e mbyllur me një hekur të ndryshkur, përmes së cilës mezi depërtonte një rreze zbeht, jo dritë, por vetëm hija e saj. Në vend të dhomave të mëndafshta, ka shte kalbur në dyshemen prej guri. Mbretresha që mbante një fëmijë në zemër, u struk pas burit të saj, duke u dridhur nga i ftohti. Mbretëria e tyre e re u bë kjo qeli, ku muret qanin me lot të akullt, ndërsa heshtja rëndonte më shumë se çdo zinxhir. Kaluan muajt e gjatë e torturues. Ditët në burg ishin të padalueshme njëra nga tjetra, si një fije e hirtë e pafund, pa asnjë nyjë të vetme. Një herë në ditë, kërciste dera e rëndë dhe dora e ashpër, erojes histe në dysheme një copë bukë të zezë, të ndenjur, sigur, dhe një brok me ujë të qelbur. Ky nuk ishte ushqim, por një talje me urinë. Dikur i fortë dhe i pashëm, mbreti shkrihej para syve. Supet e tij i ranë, syti ishin futur brënda, ndërsa duart, që dikur mbanin skeptrin, dridheshin nga dobësia. Por më e rënda vuante mbretresha. Ajo e duronte të ftohtin dhe urinë në heshtje, duke shtrënguar dhëmbët, sepse nuk ishte frikë për veten. Në zemrën e saj rrihte një jetë e vogël, dhe mendimi se fëmia do të linde në këtë errësirë të lagësht, pa ngrohtësi dhe pa qumasht, e dijte atë më keq se çdo ethe. Një mbrëmje të ftohtë, ku rrezja e zbeth nga dritarja thuaj se ishte shuar, mbreti dhe mbretresha rinin në gjysmerësirë, duke ndarë në heshtje racionin e tyre të mjerueshëm. Buka thërmohej në gjishta, dhe thërrimet binin në dyshemen prej guri, si thërrimet e fundit të shpresës. Dhe papritur, mbretresha ngriu. Nga një qarë mezi e dukshme, mes plakave të rënda të dyshemes, u shfaq një hunxë e vogël drithëruese. E pasaj doli vetë mysafirja, një mjushe e vogël gri, me sy të shdritshëm si ruaza dhe mustaqe të holla që dridheshin. Ajo ishte po aq e dobësuar dhe e mirë sa edhe ata vetë, por në trupin e saj të vogël ende ngrohej jeta. Mjushja nuk u friksua nga njerëzit. Ajo u ul në putrat e pasme, pikërisht para mbretreshës, ngriti turirin dhe lëshoi një cicërim të qetë, vajtuese, duke shikuar thërimet e bukës, sikur të kërkonte mëshirë. Në këtë varr prej guri, ku edhe hijet dukeshin të vdekura, rëshqiti një shkëndije vogël ngrohtësie të gjallë. Mbretresha e shikoi gjatë mjushen. Në duart e saj gjendej një grusht i mjerë thërimesh. Gjithçka që kishte mbetur nga racioni i ditës. Ajo i ruante çdo grimç, sepse e dinte, këto thërrime ushqenin jo vetëm atë, por edhe fëmijën në zemër. Uria e mundonte për brenda, e mpreth dhe e pandërprer, dhe arsyeja i sugjeronte, mos jep asgjë, as ty nuk të mjafton. Por zemra e mbretreshës ishte gatuar ndryshe. Lufta zgjati vetëm një qast. Ajo me kujdes, ngadalë, që të mos e tremte mysafiren, theu një copëz nga porcioni i saj, edhe ashtu i pakt, dhe e vendosi në heshtje para mjushës. Ha, e vogël, pëshpëriti ajo. Në këtë burg të tmerrshëm, ne jemi të gjithë të barabartë para urisë. Ty të duhet më shumë se mua. Mbreti në heshtje shtrëngoi dorën e gruas së tij. Ai e dinte, ajo nuk dha thjesht një thërrim e bukë të ndenjur. Ajo theu një copë nga vetë jeta e saj që po shuhej, duke dëshmuar se dinjiteti i vërtet mbretëror nuk mund të merret as me zinxhir, as me uri. Mjushja mezi arriti të kapte thërimen kur pas derës gjymoi ldozi. Me një kërcelim shurthuese dera u hap, dhe në qeli u fut rëndë roja, një burgj patulgjer, i ashpër me një vështrim të zbeht. Ai kishte ardhur për të marrë brokën e zbrazët,
por sytë e tij të vegjël menjëherë vonë re lëmshin ngrinë dysheme. Një buzëqeshje e shtrembër i hapi buzët. "Shi, një mi", qeshi ai, dhe ngriti mbi miushën qizmen e rënd të veshur me hekur. A i donte ta shtypte atë thjesht ashtu, për argëtim, ashtu si që shtypin një mizë. Por para se qizmja të binte, mbretëresha u hodh përpara. Ajo ra në gjunjë dhe e mbulloi miushen me pëmbët e saj të holla e të plagosura. Goditja ra mbi duart e saj. Gishtat e brisht, të mësuar vetëm me mëndafsh, morën mbi vete gjithë peshën e forcës brutale, por nuk u hapën. Roja, duke hedhur malkime, shkelmoi brokën e zbrazët dhe doli, duke mbyllur me zhurmë derën e hekurt. Përsëri ra heshtja. Mbretëresha, duke ka përcyer dhimbjen djegëse në duart e përgjakura, hapi me kujdes pëmbët. Miushja ishte e gjallë dhe e paplekur, por ajo nuk i ku. Për habin e mbretëreshës, kafsha e vogël u ngrit në putrat e pasme dhe ngriti turirin duke e parë drejt në sy. Dhe atëhere, nga gjoksi i vogël gri të cilin ajo sapo e kishte mbrojtur nga vdekja, doli një zë. Jo një ciqërim, por një zë i pastër, melodik njerëzor, plot forcë të lashtë. Edhe gurët e lagësht të kullës dukej se mbajtën frymën. Mirësia jote dhe guximi yt, mbretëreshe vërtet, nuk do të mbeten pa shpërblim, tha miushja. Unë nuk jam thjesht një mi. Dije, kur të vi ora jote ma e erët, prit ndihmën time. Dhe para se habia të zëvendësohi me fjalë, ajo rëshiti në të qarën me zgurve dhe u zhduk, sikur të mos kishte qenë kur aty. Kaloi pa kohë. Era e vjesht të sulërinte jashtë mureve të kullës, duke hedhur përmes hekurave pika shiu shpuese, kur në errësirën e ftohtë të burgut ndodhi mrekullia e shumëpritur. Mbretëresha e raskapitur, e dobësuar, lindi një vajzë. Dhe pavarësisht gjithçkaje, urisë, të ftohtit, lagështisë, vajza erdhi në jetë e shëndetshme dhe e bukur. Si një syth i butë trëndafili i mbirë përmes një të care në gurin ngri. Mbretëresha e ngjeshi fëmijën në gjoks dhe lotët i rodhën në përfytyrën e dobësuar. Lotë lumturie dhe hidhërimi të përzjera bashk, si drita dhe hija. Roza, pëshpriti ajo, duke e mbështjel të voglën në leckat e saj të mjera, duke e ngrohur me frymën e saj. Atë natë, në qelin më të ftoftë të mbretërisë, u ndez drita më e vogël, por më e ngrohta në botë, dhe madje edhe errësira u tërhoq një hap para saj. Por lëmturia e brisht nuk zgjati shumë. Lajmi për lindjen e trashëgjimtares arriti menjëherë në veshët e burbusit, dhe tirani u tërbua. Duke zhurmuar me qizme, ai zbriti personalisht në burg, i shoqëruar nga rojet me pishtar që t'i mosnin. Dera u hap, dhe drita e zjarrt goditi sytë të burgosurve. Burbusi e shikoi, mbretëreshën e mbledhur kruspull me foshnjë në krah, dhe një buzëqeshje keqdashse i shtrembroi fytyrën. Nesër në agjim do ta marr këtë vajzë, hungroi ai. Do ta hedh në kuzhinën time më të ndyrë. Ajo do të rritet si sklavja ime, duke pastruar kazanët, për të shkelur përgjithmonë krenarin tuaj të mjerë. Mbretëresha u hodh në këmbët e tij duke ju lutur për mëshirë, por tirani vetëm qeshi me të madhe. E qeshura e tij, duke u pasqiruar nga qemeret, ngjante me krokamën e një korbi. Ai u kthie dhe doli, duke lënë te dera një roj të përforcuar. Ranata më e errët. Mbreti dhe mbretëresha u përkullën mbi vajzën e tyre, duke derdhur lot,
pa ditur si ta shpëtonin atë nga agjimi. Dhe atëherë, nga e qara e njohur mes gurve, u shfaq Mioshja. Në dhëmb, ajo tërhiqte një tuf kashte të pisët dhe copa leckash. Mos qani, cicëroi ajo. Unë erdha të mbaj betimin. Vajza juaj nuk do t'i bjerë në dorë tiranit. Mioshja hodhi kashtën në koshin e zbrazët, e preku me putrën e saj dhe në ajër u shfaq një shkëndi. Leckat e ndyra mejher u kthyen në një kukull të gjallë dhe të ngrothë, që qante me zë të hol, të badallueshme nga një foshnjë e vërtet. Pastaj Mioshja u afrua te prinçesha Roza dhe e preku me hundëzën e saj të vogël. Një bliq drite të argjënt dhe e porsalindura u bë më e vogël se një bizele. Mioshja e mori me kujdes në dhëmb. Do ta ruaj jetën e saj më shumë se timen, pëshpëriti ajo dhe rëshqiti në vrim. Sa po bishti i saj u zhduk mes gurve, në korridor zhurmuan hapat e rënd të rojes që kishin ardhur për fëmijën. Mioshja rëshqiti në të qarë dhe vrapoi. Prinçesha e vogël Roza, jo më e madhe se një bizele, pushonte në dhëmbët e saj, e mbështjel në frymën e ngrothë të magjisë. Rruga e tyre shtrihej përmes trashësisë së dheut, pranë rojeve të fjetur, gërhitja e të cilëve lëkunte qemeret e gurit, thel në themelet e kështjellës së xëmt të burbusit, në përvrimat e ngushta të urithve, ku vinte era argjile lagësht dhe rrënj. Mioshja vraponte e palodhur, orë pas ore, gjithnjë e më larg nga mizoria dhe uria. Mbi to, gëshetoheshin në rrënjët e pemëve shekulore, por si gjishta që ruanin fshehtësinë e tyre nga bota mizore lartë. Kështjella e Tiranit mbeti shumë prapa. Ajri në vrima bëhej më i freskët, dheu më i butë, dhe jamë në fund rrugët nëntoksore i qua në brëndësinë e pyllit të lashtë të magjepsur, ku nuk ishte shkelur këmba e asnjërit prej njerëzve të burbusit. Mioshja doli nga nëntoka, dhe drita e diellit i përqafoi si pëllëmbë të ngrohta. Ato u gjendën në një lëndin të vogël në vetë zemrën e pyllit të magjepsur, të fshehur nga e gjithë bota nga një mul i dendur, i pakalueshëm trëndafili të egër, i mbushur plot me lule roz. Ndërsa në mes të lëndinës qëndronte një shtëpiz, e vogël, e mrekullueshme, por si një lodër e harruar nga një gjigant i mirë i pyllit. Muret e saj ishin të ndërtuara nga gur të lëmuar shumë ngjyre shlumi, që shkëlqenin në diel si qelibar dhe gur i kaltër. Qatin e mbulonte një myshk i dendur smeraldi, i butë dhe i pushit, si kadife. Dritaret shkëlqenin nga kristali i pastër i malit, ndërsa oxhaku i vogël ishte i ndërtuar nga korali roz. Brenda mbante erë mjalt dhe barëra të thata. Mioshja e uli me kujdes prinçeshën e vogël në shtratin e pushit dhe e preku me putër. Shkëndia e argjend ndriçoi dhe Roza u bë sërish një foshnjë e vërtet, e ngrothë dhe roz, duke fjetur në paqe në shtëpinë e saj të re, të sigurt. Brenda shtëpizës ishte ngrothë dhe qetë. Drita e artë derdhej përmes dritareve prej kristali dhe ajri ishte i ngopur me aromën e drurit të ngrohur, mjaltit dhe luleve të pyllit. Mioshja preku veten me putër dhe qimja gri ra, por si një gjethe vjeshte. Para djepit qëndronte një dado i moshuar e mirë me rrudha të ëmbla rreth syve. Ajo e mori me kujdes foshjen në krah. Në mes të dhomës priste djepi, por jo një i thjesht, prej druri. Ai ishte thurur nga trëndafila të gjallë, të freskët dhe hardhi të buta jeshile, sydhat e të cilve nuk thaheshin kurrë, duke lëshuar një aromë të hollë të ëmbël.
Nga brënda djepi ishte i shtruar me pushin më të butë të mjelmës, të bardhë dhe të papesh, si një re. E moshuara me kujdes, me dashuri amtare, e vuri rozën e vogël në këtë shtrat me lule. Petalet e përqafuan fëmijën me një unazë aromatike dhe princesha, për herë të parë, pa ndier as të ftost, as uri, pëshërtiu leth dhe fjeti gjumin më të thellë, më të ëmbël në jetën e saj të vogël. Duke u siguruar që fëmia flinte rënd, Zana doli në verandë. Ajo e dinte, burbusi do të kthente përmbys gjithë botën në kërkim të princeshës. Nuk mund të vonohej. Ajo ngriti shkopin magjik dhe ngadalë ra qark lëndinës, duke thurur një magji të lashtë mbrojtjeje. Me çdo hap të saj, muri i trëndafilit të egër bëhej më i fortë se qeliku, gjembat më të mpreth se tehet e shpatave. Asnjë njeri i lig nuk do të mund të depërtonte përmes saj. Asnjë bish grabiqare nuk do të nuhaste erën e tyre. Ndërsa për cilindo që do të shikonte nga një mal i lartë ose do të fluturonte pranë me krah, kjo lëndin do të dukej vetëm si një pyll i dendur, i pakalueshëm. Zana hodhi mbi botën e tyre të vogël një mantel të padukshëm, dhe për sytë e pangopur të tiranit, shtëpiza u shpërb në gjelbërimin e pyllit, sikur të mos kishte qenë kur aty. Vitet të rridhnin mbi shtëpizën e pyllit aq butësisht sa ujrat e një përroj të qetë. Princesha Roza rritej, e rrethuar nga një kujdes i padukshëm dhe një paqe e patyeshme. Çdo mëngjes i saj fillonte një lojë dhe mrekulisht. Drita e butë e diellit, pasi kalonte përmes dritareve prej kristali, shpërndahej në përdhom me reflektime të ngrohta ylberi, duke rënë mbi mure në dysheme në batanien e saj. Asnjë klith me ashpër nuk e prishte këtë qetësi. Në vend të tyre, në parvaz uleshin gushkuq dhe bilbila dhe fillonin këngët e tyre të buta, të gëzuara të mëngjesit. Por si një orkestër e vogël pylli që luante vetëm për të. Roza hapte syt, shtriqej ëmbël në shtratin e butë dhe i buzëqeshte ditës së re. Ditët e saj nuk fillonin me shqetësime, por qelnin ngadalë dhe me butësi si petalet e një trëndafili drejt rrezeve të para të diellit të ngrohtë. Roza jetonte vetëm në shtëpizë, por asnjëherë nuk ndihej e braktisur apo e harruar. Zana e vizitonte atë shpesh, ndërsa në pjesën tjetër të kohës, për princeshën kujdeseshin shpirtra të ndihmës të padukshëm, të caktuar pranë saj nga magjistarja e mirë. Çdo mëngjes, sapo Roza ulej në tryezën prej lisi të lumuar, fillonte një mrekulli e vogël. Nga ajri, butësisht dhe pa zhurmë, zbriste një mbulesë tavoline e bardhë bore prej liri, duke u hapur vetë, pas një rrudhë të vetme. Pastaj mbi tryezë shfaqeshin kupa kristali dhe pjata të vogla. Duar të padukshme, të thurura nga ajri dhe kujdesi, vendosnin para saj një brok me qumësht të ngrohtë, të shkumzuar të sapo miel, një pjatë të vogël me lule shtrydhe të mëdha pylli, të mbulluara me pika vese të mëngjesit dhe një dhel buk të sapo pjekur me një kore të artë kërcitse. Aroma e pjekjes nxehtë mbushte dhomën, duke u përzier me erën e mjaltit dhe luleve të pyllit. Duart e padukshme i afronin me kujdes pjatat drejt saj, por si dadot më të buta, dhe Roza hante me kënaqësi, duke falënderuar shtëpinë e saj magjike për çdo. Pas mëngjesit, Roza u lej para pasqyrës dhe duart e padukshme fillonin punën e tyre të butë. Një krehër elegant prej fildishit të lëmuar rrëshqiste nëpër flokët e saj të gjatë, të trash e të artë, aq butësisht, sikur një flat po luante me fije mëndafshi. Asnjë tërheqje, asnjë dhimbje e vogël.
Gishtat e padukshëm thurnin në kaqurelat e saj, pika vese të mëngjesit dhe lulet e gjalla pyli, duke e kthyer çdo tuf në një vepër të vogël arti të butë. E pastaj, Roza dilte në kopsht dhe pyli e priste si zonjën e tij të dashur. Kur ajo ecte në përshtigje, degët me gjemba të trëndafilit të egër hapeshin butësisht anash, në mënyrë që asnjë gjemb të mos prekte lëkurën e saj. Gongzhet e rënda e të mbushura me lagështi përkulnin kokat e tyre shumë ngjyrshe në një përulje të nderuar dhe të dashur. Fluturat uleshin në supet e saj dhe madje edhe bari shtrihej më i butë nën këmbët e saj, sikur i gjithë pyli i magjepsur të ishte një shtëpi e madhe, e gjallë dhe e dashur. Mbrëmja zbriste mbi lëndim butësisht, si një sham i mëndafshi. Roza, e lodhur vetëm nga lojrat e lumtura dhe shëtitjet e gjata, kthehej në shtëpisë dhe shtrihej në shtratin e saj. Dysheku më i butë me pupla mjellme e priste atë si një re e ngrothë, ndërsa qarqafët e freskët prej mëndafshi përqafonin me butësi trupin e lodhur. Dhe sapo koka e saj prekte jastkun, në ajrin e dhomës fillonte të tinglonte muzikë. E qetë, mezje dëgjueshme, ajo linte sikur nga vetë muret. Dukej sikur muzikant të padukshëm preqnin butësisht te latë e lahutave të argjënta dhe harpave të vogla, duke thurur nga tingujt ninullën më të ëmbël në botë, melodia e mbështilte Rozën, si një fshikëzë ngrothë, dhe qepallat e saj rëndoheshin me çdo takt. Ajo mbyllte sytë dhe zhytej në një gjumë të qetë, të thellë dhe shërues, ku nuk ishte as mure guri, as mbretër mizor, por vetëm një paqe e pafund dhe e dashur. Ndërkohë, në kështjellën e ftohtë prej guri, zbardhi mëngjesi, të cilin burbusi e priste me padurim si triumfin e tij më të madh. Duke zhurmuar me çizme, ai u fut në burg, i shoqëruar nga rojet. Një buzëqeshje triumfuese luante në fytyrën e tij të rëndë. Ai u afrua te shporta, hodhi tutje leckat e ndyra dhe ngriu. Në vend të një foshnjeje të gjallë që qante në djep, gjende një tuf kashte e thatë e zverdhur, që shoshurinte në mënyrë tallëse në gishtat e tij të rëndë. Një moment heshtjeje. Pastaj, fytyra e burbusit u mbush me gjak të purpurt. Syti dollën nga vendi dhe nga fyti i tij shpërtheu një ulërim e tërbuar, nga e cila rojet u sprapsën pas mureve. Ai kapi shportën dhe e përplasi në dyshemen e gurit. E kishin mashtruar. Dyert ishin të mbyllura, rojet qëndronin në post, por fëmia ishte zhdukur, sikur të mos kishte ekzistuar kurrë. Ndërsa prinçesha Roza rritej në heshtje dhe paqe, pa ditur gjë për të keqen, Zanamjush filloi punën e saj. Ajo nuk mblodhi ushtri dhe as nuk mpreu shpata. Hakmarrja e saj ishte një lloj tjetër, e heshtur, metodike, e pashmangshme, si ndryshku që gërrien hekurin. Ajo vendosi t'i hiqte burbusit atë që ai vlerësonte më shumë, paqen, gjumin dhe sigurin në fuqinë e tij. Çdo detaj do të bëhej një pikë helmi, çdo natë do të kthehej në një torturë, dhe çdo ditë do të sidhte një poshtrim të ri. Tirani nuk do ta dinte se nga i vinte goditja. Ai do të kërkonte një armik me ushtri dhe heshta, pa dyshuar se makthi i tij më i tmeshëm do të bëhej ajo që mund të fshihej pas një palosjeje të mantelit të tij. Dhe pikrisht në këtë mosdije fshihej pjesa më mizore e ndëshkimit. Çdo natë, kur kështjella zhytej në heshtje dhe rojet ngrinin në postet e tyre, fillonte mundimi. Sapo burbusi mbyllte sytë në dyshekun e tij luksoz,
Një hije e vogël gri rrëshqiste përmes një toçare në dhomat e tij. Fillimisht, ajo futej në dhomën e veshjeve dhe coptonte pa mëshirë mantelet e tij më të shtrenjta prej mandafshi, të qëndisura me arë dhe gëzov hermeline. Pastaj, ajo ngjitej në krevat. Putrat e ftohta vraponin drejt për drejt në përfytyrën e tij. Mustaqet e holla i gudulisnin hundën dhe një cicërim shpuese, keqdashëse, i ngulej në vesh, si një gjilpër. Burbusi hidhej i tmerruar, ndiste qirinjt me duar që i dridheshin dhe i tërbuar thërriste rojet. Luftëtarët futeshin me shpata të zhveshura, kontrollonin çdo cep, por nuk gjenin asgjë. Miu zhdukej pa lënë gjurmë, sikur të shkrihej në ajër. Natë pas nate, pa pushim. Ai, ulërima e të cilit bënte gjeneralët të dridheshin, tani dridhej vetë nga çdo shushurim, duke u kthyer nga një tiran në një rob të mjerë të dhomës së tij të gjumit. Por as ditën nuk ishte qetësi. Magjia e Miut e ndiqte burbusin kudo, duke e kthyer metodikisht jetën e tij në një shaka të turpshme. Në këshillat e rëndësishme shtetërore, kur ora e tij e rënd prej Ari Befas, i binte vetë nga koka me një tingëllim, duke u rrokullisur në dysheme në të qeshurat e mbytura të obortarve. Kur ai u lej për të nënshkruar dekretet, kalamarët përmbyseshin në mënyrë të pashpjegueshme, duke i mbuluar pergamenat e çmuara me njolla të zeza. Festat e mëdha për fisnikët ktheheshin në kaos. Gatimet më të mira fillonin të qelbeshin në mënyrë të padurueshme, drejt për drejt në Trieza, dhe vera kthehej në utull. Obortarët pëshpëritnin pas shpinës së tij. Shërbëtorët fshihnin në qeshjet. I raskapitur nga pagjumësia, i turpëruar para syve të oborit të tij, burbusi ngadalë po çmendej nga pafuqia dhe frika para armikut të padukshëm e të paepur, të cili nuk mund as ta kapte e as ta thëriste në emër. Dërsa në shtëpizën magjike, të fshehur nga një mur trëndafilash të egër, 15 vjet kaluan pa u vënë re. Foshnja e vogël, e shpëtuar nga kula e ftohtë, u kthye në një vajzë tepër të bukur, shtatlart, me sy rezatues dhe një zemër të mirë që nuk e njihte të keqen. Fëmijëria e saj ishte si një ëndër e gjatë dhe e bukur në një gongje të mbyllur. Por tani, kur mbushi 15 vjeç, diçka kishte ndryshuar në mënyrë të pakapshme në ajër. Në këtë ditë festive, të mbushur me diel, Roza po shëtiste mes luleve që këndonin, duke thithur aromen e tyre, kur një mjosh i vogël gri doli me vrap në shtegun e kopshtit para saj. Ai u ull mbi putrat e pasme dhe ngriti turirin. Roza, e mësuar t'i donte të gjitha krijesat e pyllit, i buzëqeshi me ëmbëlsi dhe i zgjati dorën. Pa dyshuar se kjo kafshë e vogël kishte sjell me vete një lajm që do të ndryshonte gjithë jetën e saj. Dhe atëherë, Miu filloi të rritej. Gëzofi gri u ndriqua me një dritë të butë të artë dhe ra si një mantel i vjetër, duke zbuluar pamjen e vërtet. Para Rozës së habitur qëndronte një zan verbuese e gjatë, e veshur me rroba që shkëlqenin si një qiell me yje. Sytë e saj rezatonin mençuri dhe mirësi, dhe nga e gjithë figura e saj buronte një shkëlqim nga i cili lulet në lëndin përkullën kokat në shenjë nderimi. Unë quam zemra e mirë, foli Zana dhe i mori butësisht duart vajzës. Ato u ulën në një stol mermeri pranë shatërvanit dhe për herë të parë në 15 vjet, në zërin e magjistares nuk tingëlloi një ninull, por një e vërtet serioze, e cila peshonte rënd. Bia ime, ka ardhur koha të mësosh se kush je. Ti nuk je një jetime gjetur në pyll. Vendi yt nuk është këtu, mes luleve dhe zogjve, por në fron.
ti je një princesh, vajza e mbretit të ligjishëm, dhe prindërit e tu janë gjallë, por vuajnë si robër të një tirani mizor. Roza u zbe dhe dora e saj u drodh në pëllëmbët e zanës, dhe zana i tregoi gjithçka, pa fshehur asgjë. Për mbretin e mirë dhe mbretëreshën e butë, lumturia e të cilve ishte shkelur nga një tiran i pabes. Për kullën e lagësht e të errët, ku prindrit e saj lëngojnë prej 15 vitesh të gjata, duke vuajtur nga uria, i ftohti dhe poshtërimet. Për thërimen e bukës së thatë, të cilën nëna e raskapitur ja dha miut të uritur, pa e ditur se kjo dhurat do të shpëtonte jetën e vajzës së saj. Për atë se si çdo natë, dy të burgosurit luten vetëm për një gjë, që vajza e tyre të jetë gjallë. Ndërsa Roza flinte mbi pupla mjellme, ata flinin mbi kasht të kallbur. Ndërsa ajo hante lule shtrydhe, ata ndanin një kore të thatë. Lot të nxehtë të heshtur rodhën në fytyrën e vajzës. Ajo qante jo nga frika, por nga një dhimbje shpuese për ata dy njerëz që nuk e kishte parë kurrë, por dashuria e të cilve e kishte mbrojtur atë gjatë gjithë këtyre viteve. Roza fshiu lotët me kurizin e dorës, kur ajo ngriti kokën në sytë e saj, që vetëm pak qaste më parë ishin plot me konfuzion fëmijëror, digje një vendosmëri e fortë e një të rrituri. Ajo nuk ra në histeri. Ajo drejtoi shpinën, hapi supet dhe e shikoi zanën drejt në sy. Kumbar, më kthe tek ata, tha ajo me një zë në të cilin nuk ishte as dridhje, as dyshim. Vendi im nuk është këtu, në siguri, ndërsa ata vuajnë. Unë duhet të ndaj fatin e tyre, ose t'i ndihmoj ata të shpëtojnë. Koha e fshehjes mbaroi, dhe në atë minutë, shtëpiza e rehatshme e Pyllit pushoi së qeni një barajs për të. Ajo u bë vetëm një dhomë pritjeje, para betejës kryesore të jetës së saj, betejës për familjen, të cilën ajo e gjeti dhe e humbi në një ditë. Ndërsa në kështjelen e zymt, në po atë kohë, mendja e tiranit po jetonte ditët e saj të fundit. 15 vjet pa gjumësi, prapësi dhe poshtërime të pashpjegueshme kishin bërë të tyren. Burbusi ishte i thyer. Ai ishte bërë hija e vetvetes. Sët i lviznin sa ande këtej, duart i drideshin dhe nga fyti i dilnin britma të pakuptimta. Ai shihte armiq kudo. Hidhej drejt mureve me shpatë, duke prerë tapiqelit e tij. U bërtiste shërbëtorëve, duke i akuzuar për komplot. Ngrinte në mes të korridorit, duke dëgjuar shushurima që nuk ekzistonin. Dhe ja, një natë, pas një tjetër vizite të miut, në trurin e tij të inflamuar lindi një përgjigje e thjeshtë dhe e tmeshme. Të burgosurit. Janë ata, mbreti dhe mbretresha, që po e mallkojnë atë nga kulla e tyre. Është magjia e tyre e zezë që po e lë pa gjumë dhe pa nder. Ai do t'i asgjësoj ata dhe makthi do të përfundoj. Burbusi nuk mund të duronte më. Ai u hodh nga shtrati, rrëmbeu nga muri një shpatë të rëndë beteje dhe u vërsul drejt derës. Syt i digjeshin nga një zjarr i çmendur, ndërsa goja i vilte mallkime. Këshilltarët u përpoqën ta ndalonin, e kapën për manteli, ju lutën të mendohej, por ai i hodhi tutje si kukulla lecke. Rojet hapeshin të tmeruara para sundimtarit të tyre të çmendur, duke u ngjeshur pas mureve. Ai nxitonte në përshkallët spirale dhe poshtë, në vetë barkun e kullës, dhe çdo hap i tij
kumbonte si një jehon e zbrazët në qemerët e gurit. Shpata kërciste në përshkall, pishtarët dridheshin nga rryma e ajrit dhe Tirani fluturonte gjithnjë më poshtë, gjithnjë më thellë, sikur po binte në humnerën e çmendurisë së tij. Ai po vraponte drejt mizorisë së tij të fundit, pa e ditur se në të vërtetë po nxitonte drejt një takimi me fatin e tij, të melituar prej kohësh. Me një zhurmë shurdhuese, ai theu derën e qelisë dhe u fut brenda, me shpatën e ngritur mbi kokë. Mbreti dhe mbretresha u ngjeshën pas murit të tmeruar. Para tyre qëndronte burbusi i çmendur me shpatën e ngritur dhe nuk kishte shpëtim. Tehu u nis për poshtë, por në atë moment, kur qeliku preu ajrin, nga hiqi u shfaq një hije e vogël gri, një mi. Ai nuk u bë një zan, nuk u rit dhe nuk shkëlqeu. Ai mbeti vogël, gri dhe dëshpërimisht i guximshëm. Miu u hodh drejt në fytyrën e Tiranit dhe ja nguli dhëmbët e tij të mprest në hund. Borbusi u liriti. Shpata i ra nga duart dhe u përplas me zhurmë në dyshemen e gurit. Ai po kapte fytyrën e tij duke u përpjekur të shkëpuste kafshën e vogël, por miu po i gërvishte qepalat, cicëronte drejt në veshët e tij, i kafshonte gishtat. I verbuar nga dhimbja dhe paniku, Tirani i madh lëkundej në përqeli si i dehur, ndërsa shpata e tij, e gatshme për të marrë 2 jetë, gjendej në dysheme pafuqishme dhe e panevojshme. I çmendur nga dhimbja, Borbusi kapi shpatën nga dyshemeja dhe filloi të priste furishëm ajrin, duke u përpjekur të godiste kafshën e shkathët. Ai rrotullohej në vend si një rrotullues, qeliku nxirrte shkëndija nga muret e gurit, por miu i shmangej me shkathësi çdo goditjeje. Tirani u lirinte, gullçonte, i merrej fryma. Trupi i tij i rënd, i raskapitur nga vitet e pagjumësisë, nuk i bindej më. Dhe ja, në një tjetër zamah, qizma e tij rrëshqiti në gurin e lagshtë të rrëshqitshëm. Borbusi u lëkund, lëshoi shpatën dhe u shemp në dysheme. Ai nuk u ngrit më. Zemra e tij, e gërryer nga vitet e inadit, urrejtjes dhe frikës, thjesht nuk e përbaloi sulmin e fundit të tërbimit dhe u ndal. Kështu, Tirani i madh, që kishte pushtuar një mbretëri të tërë, u mund jo nga një ushtri, por nga një mjush i vogël, dhe u vra jo nga te huji i armikut, por nga i vet inadi që e kishte mbushur atë. Dhe pikërisht në atë moment, kur fryma e fundit la gjoksin e Tiranit, diçka ndryshoi në vet ajrin e kështjellës. Fuqia e errët që mbante muret e saj në frikë u shpërnda si tymi në erë, dhe magjia e zanës së mirë hyri në fuqinë e saj të plotë. U dëgjua një gjëmim shurdhues. Dyert e rënda të ndryshkura të burgut, që nuk ishin hapur për 15 vjet të gjata, u shkëputën nga menteshat e tyre dhe u rrëzuan, duke u shpërndar në një pluhur të kuqëremt. Zinjhirët në duart e të burgosurve u këputën vetë dhe ranë në dysheme si unaza të zbrazëta. Muret e kullës u mbuluan me të qara të thella dhe përmes tyre vërshuan rreze të ndritshme, verbuese të dritës së diellit. Gurët që kishin qenë dëshmitar të kaq shumë viteve të hidhërimit, hapeshin vetë për të kaluar këtë dritë, dhe burgu, duke mos duruar vdekjen e pronarit të tij, filloi të shembej, duke liruar robrit e tij. Rruga drejt lirisë ishte e hapur. Dhe atëherë, në hapësirën e derës së shkatëruar e të larë me dritë, hyri ajo. Princesha Roza, e mbështjel nga një shkëlqim i butë, e bukur si një mëngjes pranvere. Pasaj, qëndronte zana e fuqishme, zemra e mirë, dhe buzëqeshja në fytyrën e magjistares
ishte më e ndritshme se çdo magji. Të raskapitur e të plakur, mbreti dhe mbretresha ngritën sytë. Ata pan një vajzë shtatlartë me flokë të artë dhe sy rezatues, tek të cilët njohën dibaret e tyre dhe zemrat e tyre ngrinë. Ata nuk besonin, nuk u qonin të besonin. Roza vrapoi drejt tyre dhe ra në gjunjë. Nën baba, unë nuk ktheva, përshpëriti ajo dhe zëri saj u drodh. Mbretëresha zgjati duart e dobësuara dhe i preku fytyrën vajzës, sikur kishte frikë se ajo do të shpëndahej si një ëndër. Dhe pastaj të tre u përqafuan, dhe në këtë përqafim të heshtur u tretën 15 vjet uri, të ftohtë dhe dëshpërim. Tre vetmi u bën sërish një familje. Zana ngriti shkopin magjik dhe leckat e mjera tek mbreti dhe mbretëresha shkëlqyen duke u kthyer në rroba mbretërore të qëndisura me ardh dhe perla. Shpinat e tyre u drejtuan, syt u ndriquan me forcën dhe dinjitetin e mëparshëm. Ata dolën nga kulla e rënd drejt djelit dhe populli i mbledhur te muret e kështjelës ngriu. Dhe pastaj dikush në turmi njohu ata dhe thiri: "Mbreti ynë, mbretëresha jon." Dhe këtë thirrje e morën qindra zëra. Në mbar mbretërinë u përhap lajmi për rënien së Tiranit dhe kthimin e sundimtarëve të ligjishëm së bashku me vajzën e tyre të bukur, të humbur dhe të rigjetur. Njerëzit dilnin në rrugë, qanin nga gëzimi dhe hidhnin lule në këmbët e sovranëve të tyre. Kështu përfundoi dimri i gjatë i tiranisë, dhe në mbretëri u kthye pranvera, duke sjell me vete jo vetëm lule, por edhe sundimtarët e saj të mirë. Kur paqja mbizotroi në mbretëri, Zana zemra e mirë vendosi të rregullonte edhe lumturinë e kumbarës së saj. Ajo i soldi asaj djalin e saj, princin fisnik dhe të guximshëm të zanave. Dhe të rinjt, duke parë njëri tjetrin, u dashuruan që me shikimin e parë. Në palat u organizua një dasmë madhështore dhe muzika atë ditë tingëllonte aq shumë sa që u dëgjua edhe nga yjet. Mbreti dhe mbretresha nuk u ndan më kurrë nga vajza e tyre, ndërsa mbretëria lulëzoi në paqe dhe drejtësi për vite e vite të tëra. Dhe të gjithë në këto toka të lumtura mbajtën mend për gjithmonë mësimin kryesor. Madje, edhe thërimja më e vogël e bukës, e dhënë me një zemër të mirë, mund të ndryshojë rrjedhën e një historie të tërë. Dhe mrekullitë më të mëdha nuk lindin nga forca e madhe, por nga mirësia e madhe, edhe nëse ajo ka madhësinë e vetëm një zemre mjo.